Sigurisht që kur vjen në Shqipëri, lexon shtypin, por dëgjon edhe aktorët e ndryshëm. Megjithatë, më duhet të them që së pari, Parlamenti Evropian nuk komenton çështje juridike apo ligjore dhe mendoj që gjithashtu është edhe një standard i mirë evropian që të institucionet të kryejnë punën e tyre dhe në këtë rast SPAK-u dhe institucionet e tjera duhet të bëjnë punën e tyre me gjetjet e tyre, ashtu siç e mendojnë ato në bazë të legjislacionit, gjithçka që mendojnë ata që është e nevojshme. Ne kemi thënë gjithashtu që të gjitha institucionet duhet të mbështesin punën e SPAK-ut, por natyrisht nuk është për Kuvendin apo për Parlamentin Evropian që të ndërhyjnë apo të bëjnë komente për ndonjë rast specifik. Dhe meqense më pyetët edhe për Kuvendin e Shqipërisë, unë jam gjithashtu i sigurt që me këtë përbërje që ka, do të bëhen të gjitha diskutimet e duhura dhe vendimet e duhura që do të merren në bazë të kushtetuesës ose të rregullores së Kuvendit.